Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi kanë qenë ndër pak protagonistët që kanë pjesë, citoj, e një strukture të përbashkët, mbyll citimin dhe, citoj sërish, filluan dhe përfunduan luftën dhe mbyll citimin. Jakub Krasniqi, një figurë publike respektuar, ju bashkua strukturës më pas, por ama luajti një rol po aq të rëndësishëm. Ndjekim këtë video të shkurtër. Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, shok që prej kohës kur ishin student, kanë qenë aktor kryesor në këtë proces dhe kanë qenë në vijën e parë të UÇK-s qysh prej fillimit. Këtë mund ta gjeni në provën P4216. Sikurse shpjegoi zoti Thaçi në intervistën që ka dhënë për ZPS-n, ku i bënte eko asaj që kishte thënë më përpara të PN-s, citoj: Kur filluam veprimtarinë tonë në 1992-shin, 93-shin, ishim shumë pak persona. Ishim patriot. Ishim nga Drenica. Unë kam një prej personave që e themeloj, një prej themeluesve, dhe këtë e din të gjithë. Ashtu, zoti Veseli ka shpjeguar në dëshmi që ka dhënë për SPRK-n, citoj: Kam qenë antar i UÇK-s që prej fillimit. Në fakt, jam një prej themeluesve. Kam qenë antar i shtabit kryesor të UÇK-s që prej fillimit, mbyll citimin. Zoti Thaçi ka pasur rol të rëndësishëm që prej fillimit ka drejtuar aktivitetet e organizuara dhe zoti Veseli kujton se gjatë periudhës deri në 94, ai dhe zoti Thaçi shkonin e vinin nga Shqipëria. Në 94 shkuan në Zvicër. Dhe që prej atëherë dhe deri në mars të 1998-s vinin çdo 3-4 muaj në Kosovë dhe çdo herë që vinin qëndronin 2 deri në 4 javë. Mund ta gjeni këtë në provën P739.4. Thaçi dhe Veseli kanë pasur detyra të rëndësishme gjatë asaj kohe, të mbanin kontakte, të organizonin, të sillnin armë. Përfshirë 7 prej 12 RPG-ve që u përdorën në sulme të sinkronizuara ndaj 12 stacioneve policore serbe në shtator të 1997-s. Prova 4200 dhe prova 1883. Zoti Thaçi fitoi reputacionin si personi që lidhi luftëtarët në Kosovë me planifikuesit që jetonin në mërgim. Sikurse e ka thënë një biografi UÇK-s, pasi u konsultua gjatë e gjerë me zotin Thaçi dhe me drejtues të tjerë. Siç ka thënë zoti Veseli në provën P4216, zoti Thaçi ishte një prej personave që nuk drejtoi vetëm nga pikpamja politike, por citoj, vendosi veten në rrezik, mbyll citimin, dhe, citoj sërish, është luftëtar dhe në të njëjtën kohë është drejtues politik, mbyll citimin. Recep Selimi, një themelues tjetër i shtabit të përgjithshëm, që njihej për lidhjen e ngushtë që kishte me zotin Adem Jashari dhe rolin si një nga organizatorët më të hershëm dhe pjesëmarrësit në fushbetej, përfshirë dhe organizimin dhe pjesëmarrjen e tij në sulmet e sinkronizuara në shtator të 97-s. Dhe, sikurse vetë zoti Selimi e ka thënë në provën P00761.4, ishte dikush që gëzonte shumë respekt dhe besueshmëri nga luftëtarët. Ky historik dhe statut është reflektuar në përshkrimet nga një dëshmitar të rëndësishëm të Thaçit, Veselit dhe Selimit si burra, figura të forta të UÇK-s. Këtë mund të gjeni në provën P109.7.9. Dhe pse Harmush Haradinaj përfshiu Hashim Thaçin dhe Recep Selimin ndër 4 kandidatët që ai propozoi si komandant të UÇK-s. Një drejtues i UÇK-s, sikurse e bërë të qartë një dëshmitar, ishte një qysh në gjenezë, ishte thelbi i idesë së luftës, edhe që kishte krijuar apo formuar UÇK-n më shumë se kushdo tjetër. Mund ta gjeni këtë në provën P1136.4. Sikurse ju thash, zoti Jakub Krasniqi gëzonte shumë respekt, veçanërisht si ish i burgosur politik. Donse ai kanë pasur një profil ligjor në LDK në vitet 90, ai kishte kontakte me Adem Jasharin në Thënjishin dhe
Shirë me UÇK-n që prej 1993-shit dhe këtë mund të gjeni në provën po 00186 pra. Dhe na ka shpjeguar se u bashkua shtabi të përgjithshëm rreth fillimit të 97-s. Këtë mund ta gjeni sërish në provën po 00794. Dhe ja, kështu u bën bashkë të akuzuarit. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, ata kishin dhe vepronin në mënyrë kolektive. Sikur se ka thënë zoti Kadri Veseli, citoj: "Kemi pasur përgjegjësitë tona gjatë gjithë kohës në periudhën 92 deri në 98-ën. Kishim shtabin tonë të përgjithshëm dhe shtabin operativ pranë UÇK-s, nuk kishim detyra të ndara, por punonim të gjithë së bashku me aq sa të mundeshim." Recep Selimi e nënvizoi pikërisht këtë në intervistën për ZPS-n, se vendimet merreshin në mënyrë kolektive. Dhe Sakola Shota theksoi në intervistën e tij për TPN-n se vendimet kolektive vlenin për të gjitha vendimet që lidheshin dhe për kolaboracionistët. Periudha nga mesi i viteve 90 deri në mars 98-s njihet për organizime dhe sulme të armatosura dhe përpjekjet e pafundme për të garantuar që ta merrte vesh bota ç'po bënte UÇK-ja dhe të theksonin ndikimin friksues që duhet të kishin sulmet e armatosura për të gjithë ndërkombëtarët.